Diskutimet tona na pruan deri në pikën ku me marrë përgjegjësi secila komunë për vetë. Pra kjo duket që do të jetë mënyra më e mirë që ta shtim në menaxhim çështjen e pastrimit, sepse për momentin e dim që pastrimi është kompani regionale. Prishtina përkundër faktit që i ka 77.6% të aksioneve ka vetëm një antar të bordit, pra nuk mundet me menaxhu procesin, po ashtu Lipjani e Drenasi janë në rotacion, pra edhe Lipjani dhe Drenasi varen nga antarët e bordit të komunave tjera, e kjo vlen edhe për komuna tjera. Kështu që mënyra më e mirë, me përgjegjësinë më të madhe për secilin kryetar, për secilin qytet, është që pastrimi pra të krijohet në bazë të regioneve, pra në bazë të komunave, secila komunë ta ketë ekipin e vet, të jetë përgjegjëse 100% për ekipin e vet edhe për pastrimin e zonave të veta, pra të komunave përkatëse. Këto janë ato të cilat të diskutuam, për cilat edhe jemi në një vijë, pra 100%. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse kemi ftuar me diskutu, sepse kompania regionale kur bëhet nga antarë të bordit nga të gjitha komunave, edhe për këtë arsye dhe duhet diskutimi përbashkët, vendimi përbashkët. Normal që nuk mundemi me shty me zër këtë komunën e Ovidiqit me qenë pjesë, unë i përgëzoj që kanë formu kompaninë e tyre të re, po ashtu edhe iniciativen edhe krijimin e kompanisë të re në fushë Kosovë. Mirë po them kompania pastrimi është kompani regionale, pra është përgjegjësi e të gjitha komunave, edhe si e tillë duhet që asetet për shembull me u nda në mënyrë proporcionale, si punëtorët, si asetet, si borxhet që janë, pra të ndahen në mënyrë proporcionale që secila komunë të vazhdojë të marrë përgjegjësinë 100% për zonat e vetin. Kemi themeluar ndërmarrjen, sigurisht që do të na marrë kohë, sepse një ndërmarrje e re bën edhe proceset e procedurat e veta. E tha dhe kryetari i kryesitetit zoti Përparim Roma se na jemi dakord 100% çka kemi biseduar sot. Edhe thatë që kanë deklaruar kryetari i Ovidiqit, kryetari i fushës Kosovës, ne nuk i komentojmë deklaratat tyne, po ata me qef ose pa qef kanë mull me neve sepse na do të mirëmi vesh për kompani. Kërkush të ne merr përgjegjësinë për një kompani që është e themeluar nga gjitha këto komuna me marrë veç vetë borxhet apo edhe të mirat e saj. Ne jemi në themelim, ne jemi në gjendje shumë të rëndë në komunat tona me mbetërinat, rreziku i shëndetit i qytetarëve është i rrezikuar, jo vetëm për krim mbetërinave, unë kam probleme edhe me ujin, i cili nuk ka ujë, që 2 muaj në drenas nuk ka ujë, për shkak të pompave në bivolak që nuk funksionojnë, dhe kjo është pak më ndryshe sepse këtu direkt ka përgjegjësi niveli qendror, ndërsa sa i përket nivelit lokal, sa i përket kompanisë pastrimi, ne do të mirëmi vesh edhe me zotin Bulliqi, po edhe me dy kryetarët e komunave. Mendoj që kjo ndërmarrje regionale duhet të rikthehet në statusin e mëhershëm që ka pas. Ideja është që ne e para të decentralizojmë këtë çështje dhe e dyta të hyjmë në agjendën e liberalizimit të tregut, sepse të imponohen komunat me dhënë të ndërmarrjes komunale pastrimi, çështjen e bartjes dhe të mbetërinave vërtet është jo efikase dhe po shumë ambientin që kemi.